Përshëndetje dashur miq, sot e nisim këtë podcast me një të ftuar special, një ndër kandidatët më të rinj në moshë. Prandaj, duke qenë se është pak a shumë mosha jonë, na lejoni të drejtohemi me Roy dhe jo zoti Roy. Apo toni shumë. Po të lutem, Roy, shumë thjesht. Roy, je më i riu në garën, mund të themi ndër më të ri dhe përfaqësuesi i rinisë në garën për zgjedhjet e 11 majit. Si ju bën kjo të ndiheni? A ndiheni privilegjuar apo keni një përgjegjësi dyfish në këtë mes? Unë besoj që është përgjegjësia shumë thjesht në këtë situatë që jemi, në këtë kandidim. Patjetër duke qenë hera parë që një kandidoj për deputet, për më tepër në Tiranë, në fushë më të vështirë të gjitha qarqeve të Shqipërisë. Privilegj patjetër për ekipin në të cilin unë jam edhe emrat me të cilët unë jam në listë. Duke filluar nga ata që vinë nga njëjti rrugtim si unë, po edhe me figura të reja, po edhe patjetër me emra që kanë peshë kontribut të madh në Partinë Socialiste. Kështu që janë të gjitha nga pak, por në final unë them që është një përgjegjësi shumë e madhe për të fituar këtë privilegjin që po flisim deri tani, sepse në fakt është kaq masive dhe kaq me shumë përfaqësi rinore në listat për kandidat për deputet. Unë mendoj që është e parë që ne kemi kaq vëmendje dhe kaq hapësirë, kështu që patjetër është thjesht i ri kandidat për deputet me një parti që mund ta thuash relativisht të vjetër dhe të konsumuar nga një pushtet 12 vjeçar. Kemi dëgjuar nga kryeministri i Partisë Socialiste nga Tirana që është partia më e re dhe më e vjetër edhe pse ka 12 vite në pushtet. Më e re për nga hapja që ka bërë, për nga figurat që ka afruar, për nga mundësia që i ka dhënë të rinjve, po edhe më e vjetër për nga eksperienca, për nga përgjegjësia, për nga vitet e qeverisjes. A mendoni se kjo hapje e partisë erdhi si pasojë një vizioni për të rinjt, apo erdhi si pasojë që 1/3 e qeverisjes apo e Partisë Socialiste sot ndodhet prapa hekur? Jo, unë mendoj që Partia Socialiste kupton shumë mirë nevojën për të rigjeneruar, kupton shumë mirë nevojën për të pasur figura të reja, kupton shumë mirë hapësirën që i duhet krijuar të rinjve dhe prandaj jemi në këtë lloj situatë. Ka qenë një mekanizëm shumë i mirë funksionimi brenda Partisë Socialiste. Po të marrim këto teoritë konspirative, unë e di shumë mirë që i gjejmë edhe këto përgjigjet e tjera. Spaku është promotori i rinjve në Partinë Socialiste. Jo, nuk është Spaku promotori i të rinjve në sepse ju ka hapur rrugën juaj. Jo, unë nuk e shikoj ashtu. Unë mendoj që drejtësia e re, institucionet e drejtësisë së re kanë një rol shumë të mirë, do thaj edukimi për brezin tonë, për të rinjt, që të kuptojnë se çfarë politika në vetvete është realisht, pra nuk është për përfitimet personale, nuk është për i ka dhënë një fitë shumë të mirë partive politike. Po patjetër që është një funksion që po bën shumë mirë, por unë besoj që si edukues në fillim këtë punë po e bën shumë mirë. Pastaj sa duam ne ta kuptojmë se çfarë qëllimi ka realisht politika dhe për çfarë jemi ne. Jo vetëm ne që jemi kandidat, po të rinj që merren në politikë, pjesë e politikës, këtë pastaj kemi gjithë secilin dorë. Roy, nëse ndalemi pak te pjesa e të qenurit vizualisht i ri, pse pikërisht dikush duhet votoj ty dhe jo një figurë që ndoshta e ka provuar veten edhe e ka një kredibilitet mirëfill brenda Partisë Socialiste? Çfarë diferencon ty ose kush është ai elementi X factor që ti ndoshta e ke? Unë e kam dëgjuar në një migi imi që të kryen ditë që kam bërë fshat për kanë takuar, më ka thënë një fjali që si thua një këndvështrim tjetër të kësaj çështjes moshës, angazhimit, mundësisë për të qenë kandidat për deputet. Më tha që një pjesë e mirë e këtyre që sot janë figura me peshë dhe figura të rëndësishme politike, po ndoshta edhe moshë pak më të madhe, e kanë marrë besimin nga njerëzit në kohën që kanë qenë mosha jote. Që do ata e kanë filluar kur kanë qenë sa ty, populli ka besuar kur ata kanë qenë sa ty, kështu që nuk ka asgjë të keqe ta provosh edhe ti. Por unë nuk kam bërë një fushat duke i thënë njerëzve që po ka qenë një nga fushatat më fenomenale, është shumë chill, shumë pozitive, gjë që ndoshta ka kishte munguar. Po sepse pikërisht edhe çik më atë pyetjen që bën përpara, për i beson të rinjve të bëjnë atë që dinë ata të bëjnë.
patjetër edhe duke u këshilluar edhe duke bërë edhe duke marrë A ka role një të mirë nga tjerë. pas kuintave ndoshta? Unë kam një grup shumë të mirë që po më ndihmon me gjithë kontentin, me gjithë takimet, me gjithë organizimin tim, edhe vetë jam pak detajist dhe merakësi te kjo pjesë, kështu që po kemi gjetë një kimi shumë të mirë me njëri tjetrin. Por për të mbyllur atë që thash, unë nuk kam bërë një fushat duke i thënë njerëzve që po mos votoni tani më figurat e vjetra, mos tani duhet i besoni vetëm rinis apo këto historia. Ka dy pika kryesore që unë kam bërë fushatën. E para është për atë që unë se thua një nga arsyet kryesore pse jam kaq i dhënë në këtë fushat që është ëndra e gjithë paktën të prindërve tanë edhe të gjyshëve tanë, por që brezi jonë tani e ka mundësinë reale, është për Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe kjo është se thua kryefjala e gjithë fushatës Partisë Socialiste të Tiranës për Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe e dyta, për të mos bërë as kundër reklam për tjerët apo për të mos anatemuar asnjë nga qoftë kolegët, qoftë kundërshtarët e tjerë, i kam thënë që nëse unë me këtë që po bëj, me kaq se ju më jeni, me kaq se më keni takuar arrit, këtë do pritshmëri që ju keni ose mendoni që unë mund të jem një zë i cili profesionist në parlament, atëherë po unë duhet. Si është shkruar roli nga qytetarët e Tiranës? A mendoni, a ka ndikuar realisht 12 vitet e qeverisjes në fushatën tuaj në përballje me qytetarët? Tani patjetër që të bëhen realisht në 12 vite çdo qeveri ka konsum. Patjetër që në 12 vite secili nga ne qoftë edhe ne që merremi me politikë, jo vetëm qytetarët e thjeshtë që ndoshta s'kan asnjë interes të drejtë për drejtë me politikën, mund gjejnë diçka në të cilën nuk janë shumë dakord, diçka që nuk i pëlqen, diçka që e thonë që është për gabim e gjitha. Po është ai elementi ndoshta do t'i bindje, por deri diku që mos qëndrojnë më tek ajo pjesa që quhet elektorat gri ose të rinj të zhgënjur, por të zgjedhin, të kapin atë mundësinë edhe të votojnë ty. Tani se merrem shumë pyetje për gjë, po përpiqem ti formuloj. Ka qenë me switch. Jo, shumë mirë edhe unë jam shumë dakord me këtë lloj formati se jemi lodhur nga këto filozofi të mëdha që e para kanë dhe duhet të thuash vetëm gjëra të mëdha dhe të flasësh me fjalë të mëdha. Tani, ai feedback që unë kam marrë nga qytetarët, besoj në aq sa unë kam takuar dhe në aq sa unë kam qenë në terren, pjesa më e madhe që unë kam takuar, patjetër besojnë edhe ata që Partia Socialiste me gabimet dhe me të mirat e veta është forca që do duhet ta qeverisë këtë vend, siç e tregojnë sondazhet, siç e tregojnë votat e tyre në duhet ta qeverisë. Po çfarë mund të bëjmë më tepër Partia Socialiste, diçka që s'e ka bërë për 12 vite. Atë që nuk ka bërë për 12 vite është të bëjmë më shumë edhe më mirë në të gjitha fushat ku Partia Socialiste ka diçka ndryshe, sepse edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në vendet demokratike më të mëdha të botës, 4 deri në 8 vite janë mjaftueshëm për të realizuar ide dhe objektiva. Çfarë mund të bëjmë që të shtrojmë më shumë? Një parti që kërkoi 16 vite në pushtet. 16 vite janë shumë, nuk është kaq e thjeshtë analiza se ne e marrim sikur historia filloi në 2013 me Shqipërinë dhe aty ishte aksioni i parë politik që ne po shikonim. Historia fillon shumë më herët dhe ne vim nga një periudhë ku shumë gjëra nuk funksiononin edhe nuk ishin siç duhej, kështu që tani që po funksionojnë një pjesë e qeverisjes ndodhet prapa hekër. Patjetër se ka dhe kostot e veta. Po janë kosto shumë të mëdha në kredibilitetin për është Partia Socialiste, ajo që ka thënë reformës në drejtësi, jo vetëm do ta kemi në program, jo vetëm do ta flasim, jo vetëm do ta bëjmë, po programa do të rinegociojnë në fakt. Jo, jemi të gatshëm të bëjmë jemi të gatshëm të marrim gjitha kostot që na shoqërojnë me këtë reformë drejtësi për të dhënë fund një herë mirë mitit të paprekshme me pushtet. Çdo qeveri është detyruar të marrë këto kosto. Por morali i qeverisë nuk ka qeveri që të ketë 1/3 në burg. Jo, nuk është 1/3, që mos e bëni mos e bëni se i keni dëgjuar kemi 20 figura të larta të Partisë Socialiste, të cilët ndodhen prapa hekër. Ja për tash. Kjo është i fati pa se unë kam iniciative time që Gëzim Basha para se t'ikte nga puteja ka të shtirë njërë fort aty në mes se Lizli i ka infektuar gjithë me këtë maninë e gabimit me shifrat edhe të matematikës, prandaj mos i hymë llogaritëve me numra se nuk del 1/3 e qeverisë
në burg, por patjetër që Mos del më shumë. është, jo, nuk del më shumë, edhe I keni dëgjuar llogarit, po e them prapë. Pjesa tjetër vazhdoi të jenë sport. Por, unë kam bërë një pyetje dhe e kam kështu si eksperiment, po e quaj kështu. Nëse nuk do të kishte qenë Partia Socialiste, do të kishte pasur një forcë tjetër politike që qeverisonte. A mendon, dhe kam bërë pyetje njerëzve pa lidhje me politikën, pa miqve të mi, njerëzve që lidh puna për ditë. A mendoni që do të kishte sot rastet njerëzve që kanë qenë veshur me pushtetet dhe që sot janë mbrapa hekurave? Përgjigja që kam marrë që Nëse ne do të synojmë pjesën e Bashkimit Evropian, antarësimin në Bashkimin Evropian, është e nevojshme edhe reformimi. Dhe reforma në drejtësi ka ardhur si një ndër kushtet për antarësimin e plotë në BE. Në mos të ishte Partia Socialiste, do ishte Partia Demokratike apo një parti tjetër dhe kjo gjë do të ishte realizuar sepse ka ardhur koha. Dhe ishte ajo, kjo reforma në drejtësi është një kap i veshë nga ambasada e Amerikës, nga ambasada e EU-s pra BE-s dhe i uli të gjithë palët në tavolinë ideja është ju si kandidat. Amerika mund të kenë shumë gjëra për cilat na tërheqin veshën, siç e kanë bërë edhe përpara se të ishte Partia Socialiste në qeverisje, por në rast se nuk do të ishte vullneti politik këtu brenda, unë të paktën mendimin im, e dyshoj shumë që ne do të kishim sot një reformë drejtësi, e dyshoj shumë që sot reforma drejtësi do të kishte këto produkte të prekshme po quajmë kështu që ne I shohim dhe I dim. Dhe po mos ishte për vullnetin e plot, pra në kostot edhe me të mira që ka reforma drejtësi që Partia Socialiste I ka pasur programin, ka shprehur për mbështetje, unë besoj që sot do të Ajo është shumë e mirë sepse po I hapet rruga dhe po I jepet mundësi politikanëve të rinj si ty, cilët në realitetin duhet I japin mbështetje dhe ti provojnë. Të kthehemi në një skenar shumë të mirë, për shembull në 12 maj zgjohesh fituesi I kësaj gare të vështirë. Do po 13 maj. Pikërisht pra. Praktikisht more or less 12-13 maj zgjohesh kandidat fitues. Edhe praktikisht e njëjta parti qeverisës vazhdon edhe mban atë trofeun. Do të kishe mundësi që të flisje dhe të bëhesh një zë opozitar brenda partisë tënde? Unë paktën nga eksperienca deri tani. Do I qenë se ne ke një karrierë gjatë, një rritur në strukturat e partisë. Realisht jam për vitesh pjesë të Partisë Socialiste, forumit rinor, e strukturave të partisë, dhe të jemi sinqert nuk është se kam gjerë mungesën e një hapësire ku mund të shpreh mendimin tim qoftë ndryshe, qoftë edhe kundër. Kështu që nuk besoj që kjo gjë ndryshon mbasi Partia Socialiste dhe Edi Rama të fitojnë mandatin e 4. Unë jam shumë optimist që ky fokus që Rinjia ka dhe hapësira që është krijuar për ta dëgjuar Rinjin brenda Partisë Socialiste do të vazhdojë të jetë po njësoj, ndoshta edhe më shumë, duke qenë se ne do të kemi edhe përfaqësues në parlament që vinë nga Rinjia dhe nuk e them thjesht për klishe tani ose për retorikë fushate, por nga eksperienca qoftë edhe nga shtatorja deri sot që unë jam sekretari I Rinjisë në Partinë Socialiste, nuk është që kam ndjerë presion për të mos thënë ato që unë mendoj se duhet të thënë, ose për të mos përçuar feedbackun e të rinjve të tjerë me të cilët unë punoj në kryesi, apo qoftë edhe ke çdo lloj. Duke marrë parasysh edhe faktin që ti je një kontributor shumë I madh edhe brenda partisë, që në sekretari I nuk është pak, qoftë edhe në aspektin e vokacionit, qoftë edhe në aspektin e pushtetit, le ta quajmë. Se pikërisht fakti që do të je kandidat si deputet, lidhet me misionin tonë të brendshëm politik. Ndoshta është thjesht për të siguruar atë karrikën një 4 vjeçar të ardhshëm, apo do bëj diçka roj për te. A do synoje të ishe zëvendësuesi Bërë Muzhashi si ministër I Rinjisë? Në rast do ketë një qeveri Rama 4. Jo në rast se kur të ketë një qeveri Rama 4, po kjo është tjetër temë. Këto pyetjet me nëqës se unë nuk I kam shumë qef, se
Domethënë janë pyetje hipotetike. Jeni sekretar i rinisë i Partisë Socialiste, dhe normalisht mund të synoni të jenë dhe ministri i rinisë. Është Ministria e Inovacionit. Unë nuk synoj asgjë për momentin, përveç se të bëj maksimumin në këto ditë që më kanë ngelur, të përmbyll gjithë punën që kam bërë që prej momentit që mora besimin për qenë kandidat. Kjo është ajo që kam në Nuk prioritet. jeni konfident që mund ta bëni apo? Jo, më nuk ka lidhje fare kur vija ai moment, do shohim çfarë do ndodhë. Pra, mendoni se mund ta bëni si gjë. Tash unë po them gjë tjetër, ti do të nxjerrësh gjë tjetër. Unë po them që për momentin që flasim, unë kam këtë përgjegjësi kryesore, me vetëm time dhe sfidën që kam si kandidat, por qoftë edhe si sekretar i rinisë. Çfarë ndodh mbrapa, unë jam shumë i gatshëm të jap kontributin tim siç kam bërë shumë vite që kontribon në Partinë Socialiste. A mendoni se duhet një frymëmarrje e madhe? A mendoni se Partia Socialiste për të dhënë mundësi të rinjve ka nevojë për një opozitë brenda saj, ka nevojë për një opozitë përgjithshme? Pra, a nuk mendoni se nëse Partia Socialiste humbet zgjedhjet dhe kalon në opozitë, kjo do të hapte rrugën të rinjve si ty për të promovuar më shumë apo të rinjve të tjerë? Nëse duhet flasim me fakte, unë do të flasim në bazë të asaj që është njësia madhe, se shumë kam thënë shpesh e vazhdoj ta them, e politikës që është vota. Pra, këto historitë që po sikur të mos fitojnë, po nëse s'fiton gjithë në radhë, sondazhet nuk tregojnë kështu. Po faktet janë ndryshe. Ju keni qenë shumë televizione, ku keni qenë pjesë e debateve televizive dhe në gjykimin tim apo tonin, ke qenë shumë racional, shumë i qetë, me këmbë tokë, ke pasur ato ide tua shumë qarta. Ndërkohë nga ana tjetër ka pasur dhe një lloj servilizmi nga ana e të rinjve të tjerë dhe shumë prej tyre janë bërë zëvendës ministra e tjerë, pe arritur në poste politike. A nuk mendon se kjo është diçka Integriteti politik është armë, a? Ju jeni edhe të paktën ju të dy që ju kam këtu, besoj jeni çik më të zgjuar se masa e madhe që e ndjek politikën së larg ose që e shef rastësisht një herë në televizor apo në rrjetet sociale, që servilizmi të çon në X karike apo Y karike, kjo nuk është arsye pse njerëzit shkojnë në pozicione të ndryshme, nuk është servilizmi. Tani, unë dalë të mbroj edhe të justifikoj askund se janë njerëz të paktën to që po më thua ti, nuk janë njerëz që shmangin debatit apo bisedave të këtij formati, por unë besoj që me këtë hapësirë që mua më shkrijuar, në këtë pozicion në cilin unë jam, në këtë terren në cilin unë jam, besoj që kemi një mundësi shumë të mirë si të rinjt të japim një model ndryshe nga politikbërja që jemi mësuar deri tani. Pra, është shumë e rëndësishme që ne si të rinj mos të dështojmë në qoftë në kuptimin figurativ edhe në kuptimin drejt për të bërë të njëjtën gjë që kanë bërë brezat përpara nesh në politikë, pra që të kalojmë duke ofenduar në njëri tjetrin, të merremi në sensin personal me ata që kemi përballë. Unë mendoj që është shumë e shëndetshme qoftë për arenën tonë politike, po edhe për ne si të rinj që t'japim një model ndryshe për të tregojmë se çfarë realisht ne mund t'japim si vlerë të shtuar. Do të thënë fiks ajo përgjigjja e pyetjes time, je kandidati për të bërë ndryshim, qoftë edhe në Partinë Socialiste, një ndër. Po, patjetër, dhe unë kam thënë që nëse nuk do të shifja që dhe përsëris prap, nëse nuk do të shifja që në Partinë Socialiste është hapësira dhe është vetëdia për tu vetë korrigjuar, për të përmirësuar gabimet që bëhen rrugës, për të parë që jo të gjitha gjërat shkojnë siç duhet. Unë nuk do të isha pjesë as e kësaj gare, po as në Duke qenë se je rritur në parti, qoftë edhe në aspektin e moshës, qoftë edhe në aspektin e eksperiencës, a ka pasur momente brenda teje që ndoshta ka qenë dyzimi apo bëj zgjedhjen e duhur? Po. Tani fakti që unë kam kaq vite që merrem në të njëjtën parti politike, në të njëjtin forum rinor, në të njëjtat struktura të kësaj partie, patjetër në pozicione detyra të ndryshme, tregon që nuk e kam pasur ndonjëherë dyzimin që nuk kam bërë zgjedhjen e duhur. Patjetër ka pasur momente siç çdo kush ka në profesionin e vet. Ndonjëherë politika është garë dhe pa drejtë, ëh, Patjetër, po ti përmend arsyet pse vazhdoj dhe jam pjesë e kësaj dhe
nuk besoj që secilit nga ne shkon vaj në fushat e veta dhe çdo gjë shkon sipas planeve, patjetër që ka ujat dhe ngritjet e veta, po në fundja kjo është e bukura e gjithë angazhimit dhe aktivizmit ton. Dhe fakti që tani më në fund e kuptoj që edhe puna ime është vlerësuar, po edhe besimi më është dhënë, pra më janë dhënë edhe detyra, si thua, qoftë nga ajo e sekretarit, po edhe te kandidimit, po edhe detyra tjera brenda forumit të partisë. Unë them që kanë fituar ato anët pozitive të angazhimit tim dhe vlerësimi është bërë shumë i drejtë nga brenda Partisë Socialiste. Sikur të gjithë kandidatët, sikur të gjithë të rinjtë të Partisë Socialiste të ishin si ti, jam i bindur se vendi dhe gjithë ne do ishim në një situatë krejt tjetër. Por, marr një rastin hipotetik sikur ju zgjidheshit deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Cili ligj, cili projekt të mbante vulën dhe emrin tënd? Tani unë dua të tregohem ëndshëm tek përgjigjja ime se punën dhe angazhimin dhe gjithë kontributin tim e kam pasur lidhur me rinin, kështu që Të ishte më pozdeshëm dolën te projekcioni ministër për rinin, ndoshta, se jo. Agenda 2030. Se di ku shkruani fal juve që ishin Fara, ki kujdes fara. Ki kujdes. Jemi kesh dhe kam goxhak në Po pse le ta xhirë që ne mendojmë se ti do ishe një ministër shumë i mirë për rinin. Tamë ju po t'ju e shumë parashikimet, apo do të thosh basta të janë palishme, nuk i bëni dot. Nuk e them. Fitoni dhe lekë, ja nuk bëram që do fitoni ju asnjë gjë. Po ja, po bëre ti ministër, ne do të tentojmë të bëjmë për tender. Të fillon prapë politika edhe në po bëhet gjithë mbush edhe mua dhe po do ta bëj kemi interes filloj prapë të vëmë bjem nga i pellgu i politikës vjetër. Roy, besoj që do jem në gjithë dimensionet e mundshme në çdo lloj mënyre që impaktohet rinia, do jem zë i këtyre kauzave që prekin rinin. Nuk mendoj që deri tani ka qenë pa vëmendje rinia nga Partia Socialiste, nga Parlamenti, por në qoftë se siç e kam thënë edhe më parë, në qoftë se do dilnim ne si pjesë e Partisë Socialiste do thonim që i kemi bërë të gjitha, unë aty do shqetësohesha. Fakti që prapë them, kemi koshiencën të kuptojmë që jo të gjitha janë bërë siç duhet, dhe jo të gjitha janë bërë në më të mirën e vet. Unë them që jemi në hapat e dur për ka dy qëra, ose janë bërë, ose nuk janë bërë të gjitha, ose është bërë asgjë. Ose s'kan informacione të çajmë, ose kjo ka rezultuar që ose janë bërë të gjitha, ose do të bëhen të gjitha, ose është bërë asgjë. Tani, Roy, atë që interesant që unë di edhe këtë tjetrën. Roy, unë kam natyrën që fitem edhe ato që ke një minutë kohë të i drejtohesh të gjithë qytetarëve të Tiranës, Kavajës, Kamzës, Vorës dhe Rrogozhinës për të thënë atyre se pse ata duan të votojnë Roy Bashaj. Dhe pse është kandidati i duhur nga Partia Socialiste? Se gara brenda llojit është. Unë thash nuk kam bërë një fushat për treguar pse të gjithë duhet të më votojnë mua dhe të bëj fushat për emrin tim personal. Patjetër një pjesë e fushatës ka qenë edhe për emrin tim personal, tani mos tregohemi hipokrit. Ajo që unë e thash pak edhe të fillimit të bisedës, edhe do e them edhe tani në mbyllje, është vota për një moment historik që ndodhet në Shqipëri. Kjo është ajo që unë jam përpjekur të përçoj dhe do përpiqem edhe këto ditë ta përçoj ke kushdo individ që do takoj. Është vota për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë që më në fund ka një plan konkret në tavolinë me Bashkimin Evropian për të qenë pjesë si e barabartë me të gjithë shtetet e tjera anëtare. Pastaj, për çdo që dëshiron të më mbështes mua, që mendon që ky aktivizëm që unë bëj ose ky angazhim që unë kam i përfaqëson ose fundja thjesht siç ka bërë edhe më përpara, do t'i besoj prapë një të riu siç i ka besuar atyre të vjetërve tani, po të rinjve atëherë kur kanë marrë pozicionet për herë të parë. Unë do t'isha shumë mirënjohës dhe besoj që kemi një moment shumë të mirë historik për të qenë edhe rinia përfaqësuar nga të rinjtë.
Shumë faleminderit Roy për gjithë këtë bisedë sinqertë edhe që isha me ne në studio sot. Faleminderit edhe kolegut tim, edhe faleminderit Shumë faleminderit Roy, faleminderit gjithëve që na ndoqët, bashkë shihemi në podcastin e radhës.